Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Në marrëdhënie sot mund të ndjeni nevojën për më shumë afërsi dhe mirëkuptim, ndaj mos hezitoni të hapni zemrën. Në punë, një diskutim i vogël mund të sjellë ide të reja për projekte të ardhshme, ndaj dëgjoni me vëmendje. Kujdesuni për shëndetin, veçanërisht për energjinë e ulët që mund të ndjeni gjatë pasdites. Në aspektin financiar, shmangni shpenzimet impulsive dhe respektoni buxhetin që keni vendosur. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Sot mund të përjetoni momente të bukura me partnerin tuaj, por mos lejoni që pasiguritë të prishin harmoninë. Në vendin e punës do të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë tuaja, ndaj qasjuni me besim. Kujdesuni për dietën dhe shmangni ushqimet e rënda që mund të ndikojnë në tretje. Në planin financiar, një pagesë e vonuar mund t'ju shqetësojë, por do të zgjidhet shumë shpejt. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Ditën sot e keni të favorshme për të sqaruar paqartësi me partnerin ose për të njohur dikë të ri nëse jeni beqar. Në punë, një projekt kërkon më shumë vëmendje ndaj detajeve për të shmangur gabimet. Shëndeti është i mirë, por mos e teproni me aktivitetet fizike të lodhshme. Në aspektin financiar, një shpenzim i papritur mund të kërkojë rishikimin e prioriteteve. Daforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Në dashuri, një takim i papritur mund të ndryshojë rrjedhën e ditës, ndaj jeni të hapur ndaj risi. Në punë, mundësitë për bashkëpunime të reja janë të shumta, por analizoni mirë ofertat që merrni. Kujdesuni për shëndetin mendor, merrni kohë për veten dhe meditoni. Financiarisht, është dita e duhur për të planifikuar investime të vogla. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Sot do të ndjeni nevojën për më shumë vëmendje nga partneri, prandaj shprehni hapur ndjenjat tuaja. Në punë, përkushtimi juaj do të vlerësohet nga eprorët dhe mund të merrni një propozim interesant. Mbani nën kontroll nivelin e stresit, pasi mund të ndikojë në energjinë tuaj. Në financa, shmangni huazimet dhe përqendrohuni në kursime. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Në marrëdhënie, sot është dita ideale për të zgjidhur mosmarrëveshje të vogla dhe për të forcuar lidhjen emocionale. Në aspektin profesional, një koleg mund t'ju jap një këshill të vlefshme që do t'ju ndihmojë në projektet e ardhshme. Kujdesuni për shëndetin duke bërë një shëtitje në natyrë ose duke u relaksuar. Financiarisht, mos merrni vendime të nxituara për blerje të mëdha. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Sot do të ndjeni afeksion të veçantë nga partneri ose nga një mik i afërt, prandaj shfrytëzoni kohën për të forcuar marrëdhëniet. Në punë, kreativiteti juaj do të vihet në pa dhe do të merrni komplimente për idetë e reja. Shëndeti është i qëndrueshëm, por kushtojini rëndësi pushimit të mjaftueshëm. Në planin financiar, shmangni spekulimet dhe fokusohuni të ardhurat e qëndrueshme. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Në dashuri, një bisedë e thellë mund të sjellë qartësi dhe afrimitet të ri me partnerin. Në punë, do të ndiheni të motivuar për të përfunduar detyrat të rëndësishme që kanë qenë të pezulluara. Kujdesuni për shëndetin duke mos neglizhuar aktivitetin fizik dhe ushqimin e shëndetshëm. Financiarisht, dita është e qëndrueshme, por qëndroni vigjilent ndaj ofertave të dyshimta. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Sot mund të përjetoni momente pasioni dhe surprizash të këndshme në jetën sentimentale. Në ambientin e punës, bashkëpunimi me kolegët do të sjellë rezultate të mira, ndaj tregohuni të hapur ndaj sugjerimeve. Kujdesuni për shëndetin e lëkurës dhe hidratohuni më shumë. Financat janë të balancuara, por mos bëni shpenzime të panevojshme. Bricjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar.
Në dashuri, sot është momenti i duhur për të bërë një hap të guximshëm ose për të shprehur ndjenjat që keni mbajtur për vete. Në punë, do të keni mundësi të tregoni kompetencën tuaj në një detyrë të re, ndaj mos humbni besimin. Shëndeti kërkon më shumë kujdes ndaj lodhjes dhe mungesës së gjumit. Financiarisht, është mirë të rishikoni shpenzimet dhe të bëni plane afatgjata. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Marrëdhëniet romantike janë të qeta sot, por kërkohet më shumë komunikim për të shmangur keq kuptimet. Në punë, një detyrë e papritur mund të kërkojë angazhimin tuaj të plotë dhe përqendrim maksimal. Kujdesuni për shëndetin psikologjik duke shmangur stresin e tepërt. Në aspektin financiar, një lajm i mirë mund të vijë nga një marrëveshje e mëparshme. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Sot do të ndjeni nevojën për më shumë stabilitet në jetën personale, ndaj kërkoni mbështetjen e partnerit ose familjes. Në punë, organizimi i mirë do t'ju ndihmojë të përballoni sfida të vogla që mund të lindin papritur. Kujdesuni për shëndetin duke bërë pushime të shkurtra gjatë ditës. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni investimet e rrezikshme. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.